Marrëdhënia mes Mateos dhe Brikenës ka marrë vëmendje të madhe në rrjetet sociale ditët e fundit, duke nxitur diskutime të forta dhe reagime të ndara nga publiku. Gjithçka nisi nga momentet gjatë të cilave Mateo e kap dhe përqafon Brikenën, një veprim që në pamje të parë duket i zakonshëm, por që është interpretuar ndryshe nga ndikësit. Përdorues të shumtë kanë vënë re disa shenja të dyshimta, të ngjashme me të nxjerra në krahët e Brikenës, duke ngritur pikpyetje dhe aludime serioze. Kjo ka bërë që një pjesë e publikut të reagojë ashpër, duke cilësuar Mateon si dhunues dhe duke kërkuar më shumë vëmendje ndaj situatës. Nga ana tjetër, ka dhe nga ata që mendojnë se reagimi është i egzageruar dhe se gjithçka mund të jetë keq kuptuar. Sipas tyre, Brikena nuk ka dhënë asnjë sinjal të drejtpërdrejtë që të tregon shqetësim. Pavarësisht se disa e përshkruajnë sjelljen e saj si të rezervuar dhe jo shumë emocionale gjatë momentit të përqafimit. Kjo situatë ka ndarë publikun në dy kampe, ata që besojnë se mes tyre ka një lidhje të sinqertë dhe ata që dyshojnë për dinamikën e marrëdhënies. Debati vjen të jetë nxehtë, ndërsa çdo detaj i ri po analizohet me kujdes nga ndjekësit. Po ju, si shihni këtë situatë? Lini komentin tuaj poshtë videos.